Trajnimi i ankthit, mënyra se si e kam strukturuar, e nis çdo gjë me informimi, pra unë dua që ti ta kuptosh pse, për shembull unë të them, ky ushtrim që ti do bësh në mëngjes të ndihmon të ulësh nivelet e ankthit, po pse unë ta shpjegoj dhe pse. Pra unë dua të ta shpjegoj që ti ta dish çfarë je duke bërë ti me trupin tënd, me mendjen tënde, me jetën tënde. Jo thjesht të ta jap dhe të hiki. Dua ta shpjegoj tamam si një fëmijë 5 vjeç, që nuk e di çfarë është kjo. Kështu e kam shpjeguar unë ankthit. Çfarë është? Si ta menaxhojmë, si të ndryshojmë zakonet, ushqimi, mënyra e jetesës, mënyra se si ushqehemi, komunikimi përditshëm me njerëzit, pra gjithçka që ndikon në drejt për drejt nivelet e ankthit. Janë shumë të fuqishëm si trajnime, ka marrë goxha vlerësime, ka patjetër shumë njerëz të tjerë që po ndryshojnë jetë njerëzish, shumë mentor të tjerë, shumë psikolog, shumë terapistë që punojnë me zemër dhe ata që punojnë me zemër më them bravo ju qoftë, dhe që kanë formimin e duhur dhe diplomimin e duhur për të ndryshuar jetën e njerëzve, por unë do flas për veten sot, shumë vlerësime. Ndoshta jam profili që ka marrë më shumë vlerësime, është shembull konkret i një njeriu si ky që ka ndryshuar jetën.